Vërza puna rikthyer përsëri me video tonë të radhës, pasi muaj që bëm pauzë në kanalin tonë të YouTube, ju kërkoj shumë ndjes që bëra një muaj pauzë, se kisha do hallë do problemet mia dhe për to gjatë këtij një muaji kisha bërë surpriza. Kështu që çfarë është ky do thonë ju? Ky është çmimi që fitova unë modelingu Mr. Trupi më i bukur, ke Silvana Bushati, ke zysha ime më e mirë që e përshëndes shumë e dua shumë. Edhe sot, nëse kjo video nuk është se doja të goja çmimin tim që fitova unë, ky është si për shembull gjithmonë se unë gatrova, është gjithmonë reaction, siç e kemi dhe kanalin tonë të YouTube-it, po do vim me video tonë me tjera pak më ndryshe që mund të më shkruani aty në komente çfarë mund të bëj, si për shembull çfarë mund të bëj ndonjë challenge, ndonjë gjë tjetër, kështu ashtu. Çfarë të doni ju, vetëm shkruani aty komente, se unë do i bëj shumë shpejt inshallah. Sot do të bëjmë reaction këngën e Ylli Limanit, Takon fal, që ka 9 ditë që ka dalur. Edhe pse mos ta bëjmë këngën e Ylli Limanit. Shkojmë ta dëgjojmë. Atë kom thonë që na vjen dita na dy kena mu pa thu që t'kam marrë malli fjallve T'kam marrë malli Ylli Limani. tu as që besoj mo, e nëse t'ban më një ma mirë me thonë që unë ta kom fa Fjallëve tue, syve tue si besoj ma. Kush ja paska thënë zemën Ylli Limanit që e paska vënë titullin e këngës Takon fal. O ta kom falun, po s'ka me harru. O ta kom falun, po s'ta kam fal qmis tam që i ke thy zemrën teme. O ta kom fal, po s'ka me harru. Kush është ajo që i paska thënë zemën Ylli Limanit? Kush është ajo? Vajza misterioze. Në qa ke bu qdo gabim në përmene për trene dhe sun për flenja. Jena konë se një trup nuk e posh kur fun. Këtu Ylli Limani po fliska për një divi që paska pasur, edhe që e kanë lënduar mas shumë ti, që e lëndu në zemër. Kena nejtit e natë s'na ka ndodh gjumi, e tash nuk ka kur gjo qal në li. Kena nejt ditë bashkë, s'na ka ndodh gjumi, ua. Si që famë, Ylli Limani që ka lënduar shumë, edhe po kjo kënga po flet për livën që paska pasur. Qa do në tash ke thonë gjej ma mirë, hajt gjej ma mirë. O, atë kom thonë që na vjen ditë. Dita na dy kena mu pa thu që t'kam marrë malli fjallve tu as ju beso. Ylli Limani ja ka falë. Po unë do ja falë, për shembull, kujt që mund të më lëndoj, jo, s'ka me ja. E nëse t'ban më një ma mirë me t'thonë që unë ta kom fal. O ta kom falun, po s'ka me harru. Po do ja falit do njerës të raftin për shembull, ose në qoftë se ju lëndon, do ja falit, po ja shkruaj në koment. Ky qytet është shumë i vogël, na dy kena mu pa e nuk kena me fol. O zafër jena konë, unë e ti tash më mdoke si kur ma shmë njoft. Wow, Ylli Limani. Situata mirë sonte, e ka pas tash kjo puna jote. Nëse m'dashte, pse nuk erdhe, ku ju m'konë unë ti e këtë dit. Ka gjithë një mënyrë shumë të mirë për me të gu livjen, nga përmes këngëve, livjen që ka pasur, që është i lënduar tani si që duket kënga, që thot, Takon fal. Unë për sëprapi, ati personi që më ka lëndu, si ja E tash më kujtu kush jam, se me ty kisha harru kush jam.
s'ja fali që kom rënda shtimen ti se meriton atë kom thonë që nga Edhe ju limane e faqet, se meriton, as ti dashurin teme se meriton. Ta boj disi këtu live, shpëndajnë i këtë, se të shkoj asaj, i eksitim. Dita nga dy kena mu po thu që t'kam marrë molli fjallve tu as që besoj mo e nëse t'ban mu një ma mirë me thonë që unë ta kom fal I këngë nëse e bukur, deri tani. Po dhe analizojmë deri në fund. ta kom falun po s'ka me harru Nëse e bërë mo një ma mirë. Po ta kom falun. Ja, pra kjo ishte kënga e Ylli Limanit, ta kom fal. Si çfarë që ai ka gjetur mënyrë më të mirë me e treguar historinë e librit së vet që ka pasur me atë person që ka qenë në librin, atë vajzë misterioze që e pas ka lënduar. Kush je ti më që e ke lënduar Ylli Limanin? Kush je ti? Tregojnë aty në komente, kush me kë ka pas qenë libri Ylli Limani që e pas ka lënduar. Mu ka lëndu po. Hajër, inshallah. Së vrasi medit. Nise, s'është të jo video për historinë e jetës tim personale, po. Kështu që për mendimin tim, ai e ka bërë një mendim shumë të mirë, e ka menduar shumë mirë, i ka menduar gjëra shumë mirë, me këtë se unë i jap notën 9, sepse e ka menduar shumë mirë. Videoklipi, gjonat e shumë pjesë aty ke kënga edhe e kam menduar shumë mirë. E faqe e 100 herë këtë e kam menduar shumë mirë, e kam menduar shumë mirë. Po pra, e kam menduar shumë mirë e kaq. Kështu që shihemi prapë me videon tonë të radhës, e shkruani koment aty, e mos harroni me bëj like, subscribe, share, ikonën e zilës, mos të vërsimi për ikonën e zilës, po vetëm bëni subscribe. Ndihmoni çik sa të shkoj 200 subscriber. Kur arrin 200 subscriber, ne ketë një surprizë. E kam seriozisht, ne ketë një surprise. Ne ketë surprizë, kështu që na çoni 200 subscriber para se të vi ditëlindja ime. Kështu që bye edhe shkruani aty kemë bë reaction këngën e tjetër të radhës. Kështu që bye e tung tung.